Po bëhemi bashk në supet e shtatorit të shqiptarit më të madh, të Ibrahim Rrugovës. E në anën tjetër e gjejmë vetën në hijen e shtatorës së Skënderbeut dhe mu në këto hije të mëdha e kemi të qartë, shumë të qartë, se sa i madh e sa i shenjtë është uniteti shqiptar. Bashk jemi të pandashëm, bashk jemi të pandalshëm dhe populli i Kosovës sonte është bërë bashk. Bashk kundër ndarjes, bashk kundër urrëtitjes, bashk kundër përçarjes. Kjo është fitoria jonë e vërtetë. Sonte populli ynë po i ka përcen nxitësit, po i ka përcen përçarësit, populli ynë po e tregon madhështinë, po e tregon urtësinë, mbi gjitha po e tregon vullnetin për të ndruar përpara. Prandaj në këtë shesh jemi mbledhur rreth shpresës në vend të urrëtitjes, jemi mbledhur rreth ëndrrës për ndryshim, në vend të thirrjes për përplasje, jemi mbledhur sërish për catën herë, edhe një herë rreth lidhjes demokratike të Kosovës, shpresës parë dhe të fundit të Republikës Kosovës. Jemi mbledhur për të përmbyllur një fushat elektorale, një fushat që u bë shembull, një fushat që afroi, një fushat që ftoi, një fushat që bashkoi dhe një fushat që mbi të gjitha nxiti shpresë për të ardhmen e Republikës. Ne nuk kemi bërë fushat duke sharë, nuk kemi bërë fushat duke ndarë, nuk kemi bërë fushat duke ofenduar, nuk kemi hyrë këtë garë për të mundur njëri tjetrin, sepse në demokraci në shqiptari nuk mundet bashkëqytetari yt, nuk mundet fqini yt, nuk mundet familja tjetër e këtij vendi. Në demokraci në shqiptari përbashkohet, ndërtohet, punohet. Hapra, shohan, se si bëhen këto punë për një me, dhe po, kur të ecë Kosova për para, do të ecim para edhe kundërshtarët tonë politik, sepse rrugët që do t'i ndërtojmë, do t'jenë edhe për ta, spitalet që do t'i bëjmë, do t'i shërbejnë dhe atyre, shkollat që do t'i ndërtojmë, do t'i kenë edhe fëmijët e tyre, energjia që do t'i prodhojmë, centralet që do t'i ndërtojmë, zhvillimin që do t'a sjellim, do t'jetë edhe për ta, sepse ne nuk vim për një Kosovë të një pale apo një partije, nuk vim për një Kosovë të një apo tjetër qeverie, ne vim për një Kosovë të të gjithëve. Sonte nuk jemi këtu vetëm për të përmbyllur një fushat, jemi këtu për të hapur një kapitull, jemi këtu për të thënë qartë se Kosova nuk është e lodhur nga demokracia, Kosova është e lodhur nga mashtrimi, nuk është e lodhur nga shteti, Kosova është e lodhur nga keqpërdëruesit e shtetit. Dhe kur populli lodhet nga gënjeshtra mashtrimi, populli kërkon të vërtetën, dhe e vërteta është kjo, është e zëshme, është e qartë, pa lidhjen demokratike të Kosovës nuk ka stabilitet, pa LDK nuk ka zhvillim, pa LDK nuk ka orientim, pa LDK nuk ka shtet që flet me botën dhe nuk ka shtet që respekton shtetarën e vet. Jemi të vërtet, sepse të themi punë, bëjmë punë. Ministrat e lidhjes demokratike të Kosovës nuk rrin Facebook për të sharë, për qeshe, për la. Ministrat e LDK-s nuk janë fëmijë të lasdruar e të frustruar. Ministrat e LDK-s qëndrojnë teren, dit e natë në kantier, derisa se cila rrugë, se cila magjistrale, se cila autostrat, të përfundojnë në afat regard, as një dit e humbër përveç se punë dhe vetë punë. Sonte të dashur qytetar jemi mbledhur pranë shtatorës Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe asaj të presidentit historik Dr. Ibrahim Rrugova. Jemi mbledhur për të mbyllur këtë fushat, por në të njëjtën kohë, për të hapur një kapitull krejtësisht të ri të historisë sonë, një kapitull të bashkimit, një kapitull të dinjitetit të rifituar, një kapitull ku Kosova ecën përpara e lirë, kur një lidhje ndërtohet mbi besimin e njerëzve, ajo mund të goditet, mund të sfidohet, mund të rrëzohet përkohësisht, por nuk do të mposhtet kurrë.
sepse historia jonë në ka mësuar rrugova. Historia jonë në ka mësuar se sa herë që në ka nënvlerësuar, ne kemi triumfuar. Sa herë që kanë menduar se nuk mundemi, ne e kemi dëshmuar të kundërtën. Sa herë që kanë menduar se thyhemi, ne jemi ringritur edhe më të fortë. Sa herë na kanë sulmuar, ne jemi bashkuar edhe më fort. Sa herë na kanë shpallur fundin, por ja ku jemi sot, këtu më të bashkuar, më të fort dhe më të vendosur se kur më parë.